Grupi shikoni tani sa po mbritën në gjirin e inglezit, amerikanëve, dhe tani do fillojmë me ecjen për sipër. Gjëja që duhet kemi parasysh është që të gjithë duhet më ndiqni mua, asnjë mos dali nga rrjeshti. Të gjithë do të jemi në rreth sepse ka insekte, mund të ketë gjarpri dhe të jemi të sigurt, domethënë të gjithë do ndjekim njëri tjetrin. Edhe nëse ka një gjarpër, ne e largojmë. Për rreth 30 minuta nga këtu do na shkojë për të vajtur tek shpella. Kështu që vazhdojmë, ju lutem ndiqni rregullat. Ikim. Vazhdo këtu tani. Jo, ai shkopi nuk të duhet këtu ai. Jo, nuk të bën punë. Hajde. Opa, ka bëj çik me duar. Ka qenë? Jo, s'ka qenë këtej. S'ka qenë këtej. Vazhdo këtu. Vazhdo këtu Rudina tani. Kam, ja, këtu ta mbajun pa merak, vazhdo, ja. Ka qishte. Igu pjesa parë. Prit, ma e mua shkopi. Grupi vazhdojmë, ndiqni mua. Hajde tani. Me duar kështu, edhe ja, kaq. Opa. Forca grupi, vazhdoni. Nuk ka problem aty, vazhdo. Vazhdo. Opa. Ashtu ja, ajo, shprit. Ma e pu mua qik dorën mirë tani këtë. Vazhdo tani jetë kështu. Ja, ka që ishte. Problemi më i madh ishte aty ka ngjitja, tani s'kemi më, mbaroj. Kall, po këtë e bëri për çfarë? Po. Hajde, se tani jemi në shteg, mos e keni problem. Njerë këtu, me dy miqtë e mi, jam gjitur në mes të zjarit, e gjithë kjo ishte në zjarë. Aty ku kishim parkuam gomonen. Në zjarë ishim po në zjarë. Edhe aty ku kishim parkuar gomonen, gjithë pjesa e madhe ishte në zjarë e sipër, Dhe ne shkuam nga shpella dhe erdhëm. Këtu ishte prush çdo gjë e djegur. Pation, Urdhro. po i qëlloj me shkop këtu apo jo, se s'të gjoha? Po i qëlloj. Po ju hap shtegun, se shtegu e zonë fare. Aman të keshë, jo, s'ka gjë. Uj, duhet pim apo kur të arrim? Jo, kur të arrim. Okej, pina thuaj. Po, ku do arrim në, se s'to e kuptoj? Ja, edhe pak arrita. Jo, nuk do e vrasin, jo, thjesht do hapim këtë. Ja, shqipruve. Thjesht ne do e largojmë. Ja. Se cili ka frikrat e veta. Unë s'pys për meri mangën, kam hall gjarpri. O, qa fresku më në fund. Këto quhen valanidh. Është një kokër që kjo shërben si lënda e parë për ngjyrosin e lëkurave me ngjyrë të zezë, edhe shërben dhe si bimë medicinale.
Përdore dikur. Po, në kohët e Enverit kanë qenë 3 depo në gjithë Gadishun që u mblidhte kjo kokra. Është depo këtu në Shën Andre dhe depo në Gjirën e Skaloma